Agasi është pronar i makinave të blinduara, i makinave më luksoze. Shkoj u gjet në një makinë krejtësisht koti me shofer policin. Edhe kjo pra, janë disa element që po t'i lidhish bashk, flasin për një arrestim të negociuar. Por arrestimi i tij është një zhvillim pozitiv në mënyrë të padiskutueshme. Ajo çka Partia Demokratike kërkon i bën thirrje Europolit, Eurojustit, vendeve partner të monitorojnë me seriozitetin më të madh këtë proces. Ata kanë legjitimitet të plot sepse veprimet e Ergjys Agasit janë bërë dhe në dëmtim të shtetasve të tyre në territorin e Shqipërisë. Ai kontrollonte çdo person që hynte dhe të gjitha komunikimet. Në këtë kuadër, procesi Agasi mund të tejkalojë çdo proces të zhvilluar gjerë sot ndaj bosëve të mafjes në Itali, Shtetet e Bashkuara dhe Gjetiu, mbasi informacionet që ka disponuar Agasi në internet kanë qenë të pakufishme. Agasi ka qenë një rrezik për NATO. Agasi të gjitha dhënat e sistemit TIMS ja u ka dhënë armiqve të NATO-s dhe kartelit të troprinëve.